Përshëndetje, në këtë video do ju tregoj se si të përdorni aplikacionin Bulb për të krijuar portofolin tuaj digital. Me Bulb mund të ruani detyra, projekte, prezantime dhe çdo material që tregon punën tonë gjatë gjithë vitit. Pasi klikojmë tek shpletuesi dhe kërkojmë aplikacionin, ne mund të regjistrohemi duke hapur një llogari të re ose duke përdorur llogarinë në Microsoft ose Google, që është më e lehtë e aksesueshme. Pasi hapet aplikacioni, ne mund ta personalizojmë faqen e tij të parë sipas dëshirës. Është një portofol i lehtë në përdorim dhe i mirë organizuar. Për të krijuar faqet ku do të vendosim materialet dhe dokumentat, duhet të klikojmë tek Create. Ju mund të krijoni faqe ose koleksione. Krijojmë një faqe, emërtojmë faqen, dhe pasi i kemi vendosur emrin, ne shtojmë materialet tek plusi. Materialet mund të jenë imazhe, video, dokumenta, audio, në varësi të emrit që do ketë faqja. Kështu mund të krijojmë disa faqe ku mund të ruajmë të gjitha materialet dhe punën tonë gjatë gjithë vitit. Unë e kam krijuar dhe kjo do jetë pamja e aplikacionit pasi ju të krijoni të gjitha faqet që do ruani dokumentat tuaja. Bulb është një aplikacion shumë i thjeshtë dhe një mënyrë shumë e mirë për të mbledhur punën tonë digjitale. Ju ftoj ta provoni dhe të krijoni portofolin tuaj digital.